studio tani do të flasim për produktet e ngrira. Ai shumë se I kemi përdorur edhe në kuzhinën tonë, kemi kuptuar që jo vetëm janë një zgjidhje shumë e mirë alternative, jo vetëm që kemi gjithmonë në shtëpi produktet e stinës, në stinën që janë kultivuar edhe janë me ato vlerat maksimale të vitaminave dhe të freskisë së tyre, por edhe I kemi të gjitha alternativat sot, sigurisht nga Neranci. Unë jam e kënaqur gjithmonë ta kem në studio, sepse përveç se mësojmë produkte të reja, mësojmë edhe mbi rëndësinë që kanë dhe ndikimin që kanë në organizmin tonë, dhe ai është Alken Çuko, nutricionist pranë Institutit Kulinar Neranci. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Tanila. Kënaqësi të kem këtu. Mes trafikut të ditës së sotme, po më thoje, me ç'duket jashtë ka goxha trafik. Pyetja e parë, para se të fillosh me ato që ke menduar të na sjellësh, ku bëhet fjalë për produktet e ngrira, gjë që e shoh që të komentohet edhe nga zonjat, nga anvistat, po gjithmonë ka edhe një lloj dileme. A kanë vërtet atë freskinë e njëjtë me produktet që ne I blejmë të freskëta në treg, të freskëta, po them, të pa ngrira, të pa në gjendjen e tyre normale? Në disa raste edhe më të freskëta. Okej, në disa raste edhe më të freskëta. Na e shpjego. Është ky miti që, ose le të themi mendimi që ndodh zakonisht për produktet e ngrira, që nuk janë të freskëta apo nuk janë cilësore, por për sa I përket produkteve të ngrira, gjithë industria nuk operon dot me produkte të cilat nuk kanë arritur pikun e tyre klimaterik. Pra, të pjekjen ideale që I duhet frutit, sepse nuk menaxhohet dot, le të themi, kontrolli teknik, por edhe gjithë mënyra operacionale e procesit teknik se si këto produkte I nështrohen, le të themi, blansherimi dhe më pas ngrirjes në temperatura minus 20 gradë, ku pika kryoskopike arrihet më shpejt. Pra, 1 gradë për 1 orë ulje temperaturës në mënyrë që të kontrollohet deformimi I kristaleve. Pra, ka një proces. Kështu që është në interes dhe të industrisë që të marrë produkte sa më të freskëta dhe sa më cilësore. Kështu që në një herë në raftet tona, kur ne marrim produkte, mundet dhe ta kemi kaluar atë kohën e pjekjes, në një herë ndjejmë edhe aromë alkooli për fruta të ndryshme, sepse ka ndodhur një proces fermentimi I vogël, mundet të kemi edhe, pra, zakonisht mamat tona që nuk I hedhin produkte, pra e presin atë pjesën e prishur. Qartë. Dhe Ase iku ajo që shef syri. Po. Por në fakt ajo herë nuk është që shëndetshme, sepse janë ata pasojat arrin të depertojnë, domethënë për gjithë strukturën e perimit frutit, perimeve frutave apo çdo gjë tjetër. Kështu që produktet e ngrira janë një alternativë ideale, por mbi të gjitha edhe kursejmë humbjet ndaj produktit. Pra, atë çfarë konsumojmë e marrim aq sa duam, aq sa na nevojitet, dhe pjesën tjetër e lëm përsëri në ngrirje duke mos pasur edhe shpërdorime të produktit. Pra, është dhe një, le të themi, si një lloj iluzioni që, ndoshta produktet e ngrira janë më të shtrenjta, por në fakt I kursen nga kjo ana tjetër, sa herë mund të kesh hedhur produkte të freskëta. Dhe mbi të gjitha, po e shoh kështu si anvis, ke gjithmonë diçka në shtëpi për të gatuar. Shumë shpesh tani, ndoshta nuk është një punë e madhe, po kursen edhe larjen. Si I ke gati zezavatet, kohën, do me thënë janë këto proceset që na duket sikur ka edhe gjysmë të gatshme, ato patatet e zgarës që ne kemi përdorur, nuk e di I kemi sot me vete, ato janë gjysmë gati, për shembull, thjesht hidhi në furrë, pak vaj ulliri dhe u krye. Më të shëndetshme. Dhe e sheh që na ka mësuar në Neranci, po, gjithmonë sjell alternativa, gjithmonë sa më afër konsumatori, me sa më shumë produkte të shëndetshme, dhe produktet e ngrira në fakt në panairin e fundit që ne bëmë në pallatin e kongreseve 27, 28 dhe 1 mars, fokusi ishte vetëm pjesa më e madhe tek produktet e ngrira, pra produkte congelato, për fokus industrinë, pra B2B, prakticitetin, lehtësinë, komoditetin, cilësinë dhe le të themi standardin. Por edhe për sektorin retail, që është konsumatori final, pra ambisa shtëpiake. Dhe për ambisa shtëpiake, Neranci gjithashtu ofron paketime të vogla, siç është dhe marka Eurogeli, një nga përfaqësitë që ne kemi tashmë për vitesh në kompaninë tonë, dhe do ta nisim me spinaqi. Nga spinaqi, okej. Spinaqi vjen në paketimet e tilla. Kemi edhe një paketim akoma edhe më të madh, por paketimi më praktik që Neranci tregton në të gjitha dyqanet e veta, është ky që unë kam në dorë. 1 kilogram, apo jo, më duket? Po, 1 kilogram. Spinaçi është një nga ato, le të themi, produkte që përdoret zakonisht shumë shpesh, mund të bëhet supë, mund të bëhet byrek, mund të bëhet krep, mund të bëhet qofte, mund të bëhet gjithçka praktikisht. Nga sallata? Po, edhe nga sallata.
edhe gëtime tradicionale. Është një produkt I cili ofron shumë vlera të larta ushqyese, pra ofron atë hekurin që është shumë I rëndësishëm, sidomos për ata që janë anemik, ofron fibra shumë të rëndësishme, gjithashtu ofron dhe atë bulk, mas bulk, atë le të themi volumin nutritiv që sistemi ton imunitar dhe metabolizmi dhe nevojitet për ato mineralet e rëndësishme që nuk funksionon dot pa ato. Por nga ana tjetër është edhe shumë praktik sepse në brendësinë e vet është ndarë në kubik të vegjël, duke llogaritur dhe sasinë që ne konsumojmë. E qartë. Pra, në një paketim I tillë mund të ketë rreth 25 kubik, 20 kubik, diçka e tillë, dhe ti e di shumë mirë që për 1 kilogram, një kubik është gati 50 gram. Kështu që e di dhe sasinë që konsumon. Dhe bëhet shumë e thjeshtë përdorimi dhe gëtimi I tij. Për vlerat ushqyese, tashmë ne I dim që të gjitha produktet e njohim, të paktën hekurin e famshëm, e kemi mësuar që fëmijë. Po. Një kombinim tjetër interesant që Neranzi ofron është një mix me perimesh, pra karrota, lule lakër dhe brokoli. Një veçantë në fakt që unë dua ta përmend për perimet e ngrira, sidomos te brokoli, është sepse ndonjëherë ne nuk dim ta gatuajmë brokolin. Në sensin si nuk dim ta gatuajmë. E teprojmë zjerë. Jo. Pra, brokoli ka disa elementë, ka disa substanca që quhen sulfurofane. Sulfurofanet janë disa elementë që janë goxha të rëndësishëm për sistemin imunitar, por aktivizohen vetëm në momentin e prerjes së brokolit dhe lënies së tij 30 minuta. Duket pak se e çuditshme, por që është e vërtet. Në momentin kur ne marrim brokolin e freskët, e presim me një herë dhe e ziejm, këto nuk aktivizohen, pra nuk I marrim këto vlera ushqyese. Ndërsa në momentin kur brokolin dhe këtë kombinim të tillë të këtyre produkteve e kemi blancheruar, dhe blancherimi është një proces termik ku perimet vendosen në ujë të nxehtë dhe menjëherë pas ujit të nxehtë 30 sekonda, 10 sekonda vendosen në shok termik në temperatura -°C. Atëherë formohen disa kristale në brendësi, ku e zbusin atë strukturën e brendshme të brokolit, duke bërë një coptim mekanik, le të themi, në thonjza, një lloj siç ne do ta kishim prerë me thikë do ta kishim lënë. Kështu që sulfurofani është më I predispozuar të aktivizohet në brokolin e ngrirë sesa në brokolin e freskët. Kështu që një rrugë dy punë. Një rrugë shumë punë, madje, se përsupozohet që ne zërzavatën të gjëra përveç se na shijojmë I konsumojmë edhe për vlerat e tyre, apo jo? Që shpesh I vetë shkatrojmë pa ditur mënyrën se si duhet I trajtojmë në shtëpi. Plus që është shumë praktik, duke qenë se ka 3 perime të ndryshme në brendësi, pra ka dhe brokoli dhe lule lakër edhe karrot, ku dhe të treja janë me volum shumë të lartë, që do të thotë kanë vlera shumë të lartë ushqyese, kanë densitet kalorik shumë të ulët, por dhe volum shumë të lartë ushqimor, dhe vim aty ku themi gjithmonë që si ka mundësi, na thua kur duam të dobësohemi duhet të hash më shumë. Pikërisht, duhet të hash më shumë volum, jo më shumë kalori dhe duhet të hash më shumë vlera ushqyese. Një tjetër produkt shumë I rëndësishëm, por edhe I veçantë janë hudhrat, dhe kush nuk e urren që të qëroj hudhrat në shtëpi. Janë ideale, janë praktike, janë të thjeshta, janë gati për përdorim dhe një lloj si brokoli dhe hudhra, në momentin e prerjes ka aktivizon disa elementë, disa substanca, sepse pa e prerë ajo është akoma në gjendjen e saj pa I kombinuar, ose si gluteni, pra le ta themi pak a shumë si buka. Mielli, para se të bëhet brum, ka 2 proteina, gliadin dhe glutenin, që të dyja formojnë glutenin. Gluteni nuk formohet dot pa u përpunuar. Një lloj edhe hudhra, pa u prerë, apo dhe brokoli pa u prerë nuk aktivizohet ky element. Dhe vinë paketime praktike, nuk ka nevojë për një gjë tjetër, dhe shija dhe aroma ngelet po e njëjtë. Kështu që kjo besoj do jetë zgjidhje për të gjitha. Atë po mendoja. Merr sa të duan, sa thelpi hudhër duan, përdori dhe ktheje paketimin në ngrirje përsëri në frigorifer dhe ke shpëtuar. Një paketim inteligjent që personalisht e preferoj shumë janë qoftet ose burgerat me perime, dhe në këtë paketim ne kemi qiqe, grur të pjekur, domate gjysmë të thata, miell orizi, miell mistri, qep, karrota, koriandër, majdanoz, krip, hudhër. Gati edhe ato. Pra janë qofte me perime që për fëmijët mund të jenë shumë interesante, por dhe nga ana tjetër ideale dhe për të bërë regjime të ndryshme ushqimore, për qëllime të caktuara, qoftë për të shtuar peshë apo edhe për të ulur peshë ushqimore. Plus janë dhe shumë të shijshme nga ana tjetër, duke mos
na e bërë të mërzitshme atë regjimin tonë ushqimor. Imagjino duke kombinuar të gjitha paketimet individuale, do qëroje, perime, me radhë, i zjeje, do i përzjeje. Paketimet të tilla janë mjaft interesante. Janë është e vërtetë që janë një zgjidhje. Plus që qishtat kanë fibra shumë të mira. Pra i gjithë ky kombinim ka një, le të themi, është një kombinim inteligjent sepse ofron ato fibra gjysmë të tretshme që sistemi ton gastrointestinal nevojiten mjaft shumë dhe janë shumë të rëndësishme. Një element tjetër që është i rëndësishëm të përmendet janë dhe kërpudhat. Kërpudhat e ngrira. Ne zakonisht kur marrim kërpudha në market janë ato të konservave, por jo gjithmonë kanë shijen e njëjtë, ose kur marrim ato të fresktat, ato nxihen shumë shpejt, kështu që nuk ndonjëherë do ja harrojmë në frigorifer. Pra, mua personalisht më ka ndodhur shpesh që i kam bler kërpudhat e freskta dhe i kam në frigorifer i kam harruar. Vetëm nëse nuk e gatuan dot më. Edhe unë i blej vetëm kur e di që do t'i gatuaj aty brenda orës, sepse është e vërtetë që nuk jetojnë gjatë. Kërpudhat kanë goxha vlera ushqyese, duke përmendur likopenin. Likopeni është një antioksidant shumë i fuqishëm që ndihmon lëkurën tonë, ndihmon syt tonë, sistemin tonë imunitar, të gjendet tek domatja me sasi shumë të lartë të lëkurë e domates, por edhe tek kërpudha. Përveç këtij fakti, kërpudha ofron edhe atë shijen umami që intensifikon shijen e produkteve ushqimore. Dhe gjithashtu, për 6 deri në 7 minuta këto janë gati përgatim në momentin e hapjes paketimit, vendosjes tigan, kështu që nuk ke nevojë të shpenzosa shumë kohë, duke qenë se janë nështruar një procesi termik më përpara. Janë paketime praktike, kështu që besoj të gjithë në shtëpitë e tyre duhet të kenë minimalisht nga një paketim të produktit të ngrirë, duke lehtësuar çdo gjë tjetër. Nuk di si me kohën. Vendosim patatet e ngrira. Atëherë patatet ndonjëherë janë famkeqe sepse mendohet bo patatet skuqura do na shëndoshin, do kanë shumë kalori, ka karbohidrat shumë etj. Por prandaj përmenda pak më përpara që patatet e ngrira ndonjëherë janë edhe më të shëndetshme se ato normale. Kjo sepse ky format i patateve praktikisht në fillim është trajtuar me temperaturë, është ngrirë. Dhe në momentin e ngrirjes dhe rigatimit të tyre përsëri, amidoni që është fraksioni kryesor i karbohidratit në patate, transformohet. Pra, kalon, le të themi, si një fibër rezistente, duke mos ndikuar më në nivelet e sheqerit në gjakut tonë. Pra, ai amidoni që zbërthehet nga bështyma jon në amiloz, amilopektin dhe më pas në maltoz dhe glukoz që është sheqeri i përkatës që na rrit nivelet e sheqerit në gjak. Në këtë rast ai kthehet në një fibër që thjesht kalon në sistemin gastrointestinal dhe nuk ndikon në nivelet e kalorisë, por nga ana tjetër as në nivelet e gjakut. Kështu që janë shumë të shëndetshme për përdorim dhe për konsum. Por nga ana tjetër mundet që t'i gatojmë edhe pa vaj, kështu siç janë. Të pjekura, kështu siç janë pa vaj, duke qenë se ato janë trajtuar deri diku me një temperaturë të caktuar, dhe kursejmë edhe kaloritë, sepse për 150 gram, që është një porcion goxha, le të themi, i bollshëm për sa i përket patateve, marrin vetëm 190 kalori. Nëse kjo do të skuqeshe me vaj, atëherë mund të shkojë shumë shpejt në 350 kalori. Ja shikon se sa mjafton të jemi pak të zgjuar. 1 minutë kohë kemi. Po, njëkohësisht edhe buka, që po e njëjtë si patatet i nënshtrohet këtij procesi me amidonin, dhe shumë herë më shëndetshme se sa ndonjëherë një bukë e freskët, duke ruajtur edhe strukturën e saj pas pjekjes, jo si buka e freskët që thahet. Dhe pata, këtë doja, prandaj ju afrova, rosa e ngrirë. Rosa e ngrirë. Ja, sepse Alkendi është kujdesur që të na i sjellë kështu të ruhen, po, të janë të ngrira ende, po. Për të gjithë ata që duan një sasi proteinike shumë cilësore, duke qenë se kemi të bëjmë me një burim proteinik shtazor, rosa është një prej atyre më idealeve për të marrë këto proteina, duke qenë se i përmban 9 aminoacidet esenciale për ne, por jep edhe një shije shumë të veçantë bashkë me acidet yndyrore që yndyra e rosës ka. Ndonjëherë ne i referohemi yndyrnave të mishrave si të këqija, por rosa përmban yndyrna goxha të shëndetshme, duke ndihmuar dhe në sintezën e hormoneve tona, por gjithashtu edhe duke na furnizuar me vitamin D që është shumë esenciale. Faleminderit shumë. Të presja vend tjetër me të tjera tema të rëndësishme të mirëushqyerjes. Shpresoj që të vizitojmë dyqanet e Neranzit për të marrë produkte të ngrira dhe për t'ia lehtësuar jetën vetes. Patjetër që po. Faleminderit Alkendi. Tek ne si të uroj një ditë të mbar. Tani do të shkojmë në publicitet.